Po t'isha unë, Slobodan Miloševići, do t'kisha spastruar etnikisht Kosovën në vitin 1998. Kjo është deklarata Tronditse e bërë pak ditë më parë në 11 korrik në Kurier nga një ministre aktuale e qeverisë serbe, antare e Partisë Socialiste Serbe, ose thënë ndryshe, vazhduese e partisë së Slobodan Miloševićit. Po kush është gruaja që ka bërë këtë deklaratë, ministrja që ka bërë këtë deklaratë, në çfarë rrethanash e ka bërë, edhe pse zhurma që u krijua në rrjetet sociale kryesisht në Shqipëri, më pak në Kosovë, lidhej më shumë me mënyrën se si ajo foli sesa me tekstin, pra me arrogancën me cilën foli sesa për deklaratën në vetvete. Autorja e deklaratës është Snezana Paunović, ministre e pushtetit lokal dhe administratës publike në qeverinë serbe, antare e Partisë Socialiste Serbe të Miloševićit, aleate e partisë së presidentit serb Aleksandar Vučić. Deklarata ishte Tronditse në një emision në cilin vazhdimisht janë të ftuar personalitetet të rëndësishme të jetës publike, ministrja e pushtetit lokal, e cila ka një njohje të jashtëzakonshme të Kosovës dhe që është koshjente për atë që ka ndodhur në Kosovë, ka bërë këtë deklaratë Tronditse. Po pse Snezana Paunović ka një njohje shumë të mirë të Kosovës? Snezana Paunović ka lindur në Pej në vitin 1975 në një familje serbe. Ajo ka qenë dhe ka jetuar në Pej deri në vitin 1999, pra 98-99, pra thuajse 24 vjeç në momentin kur në Kosovë nisi një nga spastrimet etnike më të frikshme të historisë globit, i dokumentuar ndërkombëtarisht, i dokumentuar mediatikisht, si thua sankcionuar përmes shumë vendimeve të Organizatës Kombeve të Bashkuara, shumë rezolutave të Organizatës Kombeve të Bashkuara, dhe përjetësuar pothuajse në të gjitha muzet e spastrimit etnik në botë. Ajo takonte një familje serbe të administratës në Pej, më pas u zhvendos në Beograd, filloi të ishte fillimisht si përgjegjëse për strukturat serbe në Kosovë, më pas u bë merrej me sipërmarrjet e vogla e tjera, por në Kosovë nga Serbia. Më pas, që prej vitit të 2015, më mos gaboj, është deputete në parlamentin serb dhe që prej vitit 2025 është ministre në qeverinë e Beogradit, ministre e cila ka mbajtur qëndrime vazhdimisht radikale, por këto janë më të bëtë. Tani çfarë ka ndodhur me Snezana Paunović? E pyetur nga gazetarja, ajo është përgjigjur fjalë për fjalë. Unë po e lexoj siç është thënë në serbisht, pavarësisht se unë s'di asnjë fjalë serbisht, da sam bila Slobodan Milošević etnički bin očistila Kosovo 1998 godine. E përkthyer në Shqip, në të gjitha platformat e përkthimit thuhet, po të isha unë Slobodan Miloševići, do ta kisha spastruar etnikisht Kosovën në vitin 1999. Deklarata saj ngjalli reagime shumë të mëdha edhe në Beograd vetë, edhe nga forcat e moderuara të Beogradit, u konsiderua si një him për spastrimin etnik, duke pasur parasysh që ka ardhur në kontekstin e ngjarjeve të frikshme të Srebrenicës, kur janë masakruar mbi 8.000 vetë, dhe të kërkosh dhe pa deklarosh që Miloševići duhet ta kishte bërë spastrimin etnik, është e frikshme. Vetë Snezana Paunović ka deklaruar që deklarata është nxjerrë nga konteksti, po pas presioneve dhe zhurmës madhe mediatike ka deklaruar që nuk tërhiqem nga deklarata, i qëndroj deklaratës së bërë në Kurier dhe nuk tërhiqem nga politika e Partisë Socialiste Slobodan Miloševićit të viteve 90 në Kosovë apo kudo në Jugosllavi. Reagimi i saj është reagim akoma më radikal, që fut në një pikpyetje të madhe raportet midis Shqipërisë në radhë parë dhe Serbisë, se Kosova me Serbinë i kanë raportet ngrira, dhe që është një pikpyetje e madhe për reflektimin e shoqërisë serbe lidhur me një nga genocidet më të frikshëm që Europa ka njohur pas luftës së dytë botërore, qoftë ndaj muslimanëve në Bosnë, qoftë ndaj katolikëve në Kroaci, apo ndaj shqiptarëve të Kosovës, edhe pse rasti konkret është për Kosovën. Tani, ministrja Paunović duhet di një gjë. Slobodan Miloševići nuk arriti ta kryente spastrimin etnik. Ai ndërmori një spastrim etnik të mirëfillt.
Plani Patkoj, plani sekret Patkoj, i publikuar nga shërbimet sekrete austriake, merrte parasysh largimin nga Kosova të 1.5 milion shqiptarëve, spastrim etnik i cili u zbatua në mënyrën më perfekte me të nisur lufta. Më shumë se 1,5 milion shqiptar u larguan nga kufit e Kosovës, të tjerë u larguan nga shtëpitë e tyre në brendësi të vendit të mbrojtur nga UÇK-ja apo nëpër male, për të shpëtuar spastrimit etnik më të madh që Europa ka pasur që nga lufta e dytë botërore. 2 milion njerëz që përzihen nga shtëpitë e tyre vetëm se i përkisnin një etnie tjetër. Slobodan Miloševići ka qenë i kthjellët dhe i qartë në spastrimin etnik të Kosovës. Spastrimin etnik të Kosovës nuk e lejoi komunitetin ndërkombëtar dhe rezistenca e shqiptarëve të Kosovës, ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe LDK-s Ibrahim Rugovës. Kjo është pak po e qartë. Wesley Clark, shefi i përgjithshëm, pra komandanti i përgjithshëm i NATO-s në Europë, në emisionin Opinion, ka deklaruar dhe në librin e tij të bësh luftë moderne, ka deklaruar se në kohën që së bashku me generalin Naumann, zëvendës komandanti i përgjithshëm i NATO-s në Kosovë, kanë qenë për të firmosur në tetor të vitit 98 me Miloševićin një marrëveshje që ai nuk do të ndrynte në Kosovë derisa të gjente një zgjidhje diplomatike. Miloševići me gotën e brendit në dorë ka thënë: e dini si që bëjmë ne këtyre, deklaratën e Wesley Clarkut në Opinion e gjeni në YouTube, është e shkëputur më vete dhe emisioni plot. E dini që bënim ne këtyre shqiptarve, këtyre maskarenjve, këtyre dhunuzve, në qoftë se ju do të na linit 24 orë, ne do ta bënim siç u bëm 44-ën. Çfarë i bët në 44-ën, zoti president, thot Wesley Clark e pyeta. I vram të gjithë, i zhdukëm gjithë. I referoi historisë Shaban Polluzhës, masakrës Tivarit dhe ngjarjeve të tjera të vitit 1944-45. Miloševići ishte i kthjellët, ishte komuniteti ndërkombëtar që nuk po lejonte. Wesley Clark thot, unë dhe Naumann i tham, për 300-400 rebel që ti pretendon, pra që ai pretendon të ishte forca UÇK-s, ti zhvendos 400.000 njerëz, ti po bën 400.000 kundërshtar të tu. Slobodan Miloševići e zbatoi në mënyrën më të lehtë, në mënyrën më të mundshme që ai kishte, pra në mënyrën e vetme që ju dha kjo mundësi spastrimin etnik. Me lehtësinë më të madhe masakroi njerëz, dogji shtëpia, vrau pleq, gra, fëmijë, burra, por ishte komuniteti ndërkombëtar që reagoi në të parën luftë morale të historisë globit dhe ishte njëkohësisht rezistenca e jashtëzakonshme e shqiptarëve të Kosovës që nuk e lejoi Slobodan Miloševićin që të bënte një gjë të tillë, pra të ndërmerrte një hap të tillë. Ndaj Snezana Paunović, ministre e qeverisë serbe. Unë nuk kam ndonjë respekt për ministret se e di se çfarë kukullash janë ministret e sotëm si në Shqipëri edhe në Serbi, por nga ana tjetër po e them me bindje të plotë. Si përfaqësuese e një institucioni të rëndësishëm dhe përfaqësuese politikës së Serbisë, duhet kërkoj falje publikisht të gjithë etnive të Jugosllavisë, shqiptarëve të parët, për deklaratën e saj. Është kriminale që të mos reflektosh ndaj vrasjeve dhe masakrave, dhe një popull që nuk mëson nga gabimet e tij është një popull i predispozuar të përsërisë ato. Ndaj edhe një herë i them ministres serbe, nuk është e vërtetë, Slobodan Miloševići bëri çfarë doi, por bota nuk e lejoi. Turp, turp, turp.